udhërëfyesi dhe mbështetjen më të madhe ka qenë prindi im, prindi im i ndjer, sepse ne si fëmijë nuk jemi edhe të vendosur, por edhe nuk dim çka duam. Ke parasysh, në qoftë se i pyesish djemtë e moshës, sot, të gjithë dhe duan, 90% duan bëhen futbolist, sportist, shumë pak, ose të vazhdojnë me këto me informatika dhe gjëra të tjera. Mirë po prindi e ndjen dhe e din më mirë se çka duhet për një fëmijë. Mandej tek unë është edhe tradita familjare, sigurisht. Unë rrjedh nga një familje të cilët traditë kanë pas arsimin dhe kulturën. Gjyshi im ka qenë mësues. Do të thënë, gjyshja ime ka qenë mësuese. Ne kemi pratin nga Dibra. Dhe në atë periudhë, Ministria e Arsimit, fakt edhe gjyshen i merr që të lëvizin në qytete të ndryshme për të arsimu, për të dhënë mësim në zonat ku kanë munguar mësuesit dhe ka qenë gati analfabetizmi i madh. Faktikisht gjyshja dhe gjyshi im fillojnë në Strug, japin mësim Manastir, në Kërçov, në Gostivar, në Kumanov, në Shkup dhe fundi afër pensionimit i kapën në Tetov. Aty dhe mbetet familja jonë dhe do me thanë faktikisht zgjerohet. Lindin fëmijët e tyre, lindim në niprit dhe mbesat. Edhe sigurisht në qoftë se në familje e ke atë tradit, shumë ma let do të ecin punët, edhe faktikisht rrugën do e kesh pak ma let, se sa për shembull rrjedhish nga një familje me tradit sportive, edhe jo se s'ka raste të tilla, por në sport do jesh pak më i suksesshëm se sa në drejtim tjera. Kjo është një fakt i pamohueshëm. Nuk do me thënë që nuk mund të jetë i suksesshëm edhe në drejtime tjera, por ja që tek unë është respektuar tradita, edhe unë e kam respektuar atë udhëzimin e prindit tim. A mendon që ka qenë imponim pak sa i përket kësaj? Mundet është edhe imponim, mirë po nga pikpamja e sotshme, unë i them shumë mirë që e kam dëgjuar prindin. Në atë periudhë mundet e në ka qenë, unë mund të kom desh bëhem futbollist. E kom pas në ndër të bëhem futbollist. Edhe kam luajtur çdo ditë futboll me shokët e mahallës, kam ushtruar edhe futboll, mirë po me kalimin e kohës e vërtetoja se nuk mund të bëhem futbollist i suksesshëm. Dhe sikurse mos e kisha ndëgjuar prindin tim, unë isha të vazhdoj me futboll dhe aty do mbaronte çdo gjë. Mirë po, nga pikpamja e sotshme them edhe një herë, sigurisht që nuk kam bërë gabim, edhe shumë mirë që e kam dëgjuar prindet. Edhe bile u jap këshill edhe nxënësve, edhe fëmijëve, edhe studentëve, domethënë fjalën e prindit mos e udhni. Ndëgjoni një herë, ndëgjoni dy herë, përsëri ju do vendosni për vetveten. Mirë po, ndëgjoni një herë. Po ka shumë të tjerë që vendosin edhe për veten e vet, po ditët. Po mirë, edhe ashtu është mirë, nuk është keq. Unë e flas nga shembulli im. Po, e kuptoj, po këtë radhë domethënë ju e keni dashur shumë këtë profesion se po sigurisht e kam dashur edhe, domethënë sigurisht e kam dashur në momentin që dalish për herë parë në skenë. Dhe e merr aplauzin e parë dhe shohësh se njerëzit fillojnë edhe të të njohin, ti faktikisht infektohesh, kjo si një lloj sëmundjeje. Po, e bënë kështu. Edhe normal, edhe te unë ka ndodhur e njëjta. Edhe kur e sheh se dalish në televizion, ka një incizim, fëmijët, shokët, thujnë... A duket interesante? Edhe atëherë duket... Tani jo, shumë nuk më le shumë për shtypje, mirë po sigurisht që ndjem në fillime shumë. Më thani ishte një krenari e jashtëzakonshme. Eksperiencë me media, me televizion. Ajo ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme kur thotë shoku i klasës ose ndonjëkush në rrugë, thonë e të kom pa në televizion. Ajo ishte domethënë nuk di si ta përshkruaj. Edhe sigurisht mblidhen të gjitha këto, edhe faktikisht... Shëpërita ishe mandej, a ishe... Mandej, jo, mandej... Bëjtë në shalë, ku më gjitha përshtypjet me dojnë? Jo, gjdo herë jo mundu të eci me kamët në tokë, nuk është, jo se është mirë, sepse ne tani japim shembujt edhe të të rritë, sa do që të arish njëjtë, sa do që të bësh diçka, përsëri duhet t'jesh vetvetje, përsëri duhet mundohesh t'jesh i njëjtë me të gjithë të tjerat. Pavarësisht se unë mund të kom hapësirë shumë mediume, njofi njerëzit, dalje, festivale, kom pas edhe pozicione, kom udhëheqje dhe institucione, kom të... Përsëri duhet të jesh ai që të mbajnë mend njerëzit. Çka ka bërë këtë aspekt me kon kaq i pjesë dhe kaq i dashën? Po ka të bëjë edhe edukata familjare, se njëjtë ka qenë në prindi. Edhe ka qenë njëri shumë i popularizuar, ka qenë bohem i qytetit, njëri që është marrë aktor amator, se ka qenë mësuesi gjuhës shqipe,
komentatori i parë sportiv, do me thënë gazetar sportiv, njëri që e ka njoftë të gjithë shqiptarët e Maqedonisë dhe çdo herë ishte i dashur dhe i këndshëm, dhe asnjëherë nuk ishte mbi të tjerët. Dhe ajo ka të bëj pak edhe me gjenin, ka të bëj pak edhe me edukatën, edhe nuk ka nevojë pse. Edhe para neve kanë bërë njerëzit shumë ma shumë, edhe mbas neve do bëjnë shumë ma shumë. Ne duhet ta dimë se jemi më të mirët. Për momentin na është dhënë shansa dhe bëjmë diçka dhe jemi një farë lloj shembulli. Mirë po, asgjë as fillon, as mbaron me ne. Këtë e kom këtu të mbjellur. Çka ke marrë prej babit tanë? Çka marrë si besar, si aksesor shumë të rëndësishëm në jetën tënde? Si njeri që ka qenë shumë i dhanun mbas artit, e shoh edhe këtë vetvetja se e kom, njeri shumë këmbgulës dhe njeri i dashtun për rrethin dhe bohem. Njeri që i kishe qejf edhe kafet, njeri që i kishe qejf edhe institucionet kulturore, njeri i cili i ndiqte të gjitha aktivitetet sportive dhe kulturore, por normale shifshe non-stop edhe me shok. Po këshilla? Mendimet? Po, shife, Kritikat. nuk jon ato raporte, ne nuk i kemi pas ato raporte me prindët si që i kanë fëmijët e sotshme. Sigurisht. Ne jemi frigu prindërve. Ne merrshim vesh do të thosë prindi me një të pame, jo me fjalë. Ashtu ajo dhe unë e kuptojsha që do të thosë ai, domethënë. Fjala ati ishte liq, edhe këtu mbaronte çdo gjë. Dhe sigurisht kemi pas se nëpërmjet atyne po edhe sjelljeve, edhe fjalëve, na kanë ndesht më të mirën, edhe për atë arsye, nëse unë sot thash edhe njerë kam arrit diçka, nëse kam arrit diçka njerë, sigurisht që merita është sigurisht edhe prindërve. A do të më kanë, do me thonë, meq me prind? A menon? Se nështë që pjesë nga ka mungu se cilit? Neve nga ka mungu, ne s'kemi mund t'jemi miqë me prindët. E ke para, unë flas për vete, për familjen time. Prindi ka qenë prind, ti ke qenë, e ke pas vendin tënd ku është. Ndonjëherë edhe ngatrohen këto punë. Ti mund t'jesh i afërt, bosh mik me prindin, po jo të ndrojnë rolet e ne të ngatrohen punët, se shumë në kohë të sotshme ka shumë paqartësira ndërmjet raporteve fëmijë-prind, sepse punojmë me fëmijë. Ka raste kur prindet me fëmijët, jo se nuk flasin, kthehet fëmiu prej shkolle në shkon ke dhoma vet, nuk e takon prindin. Ose prindi interesohet është baba poshtë, nëse ka dalë baba zbret poshtë, më të kanë shumë raste, ikin, nuk ka ballafaqime. S'ka, por edhe prindet kanë një farë lloj. Sot edhe prindit janë ndonë shumë as profesionit punës, nështë edhe nuk kanë shumë kohë për fëmijët e tyre. Krejt është kjo jeta intenzive që na ndodh të gjithë neve. Të gjithë edhe se nuk mund edhe t'ja kapim hapin. Për shkak ndodhin edhe këto devijime, ndodhin edhe këto pengesa, ndodhin edhe këto gjëra të tjera. Edhe faktikisht çdo gjë është duke ndryshuar një. Kuptoj. Domethënë për fat mirë unë personalisht e kam jetu edhe atë fëmirin e lumtur time që e thash, por edhe tani punoj me atë mosh fëmijësh të cilët nuk jetojnë si kemi jetuar ne, kushtet i kanë shumë më të mira se ne, por nuk e kanë lumturinë që e kemi pas ne.